Mendoj që monumenti që i ka ndërtuar Korça është një borxh historik, një vlerë e shtuar kujtesës së Korçës edhe të Shqipërisë, për një viktimë që më thjesht se sa ta quajmë të diktaturës, viktimë personale e Enver Hoxhës. Kjo është një vërtet që duhet theksuar në histori, se tashmë është e dokumentuar, pavarësisht nga interpretimet e ndryshme që janë dhënë krimit për ekzekutimin e tij fizik, për torturimin e tij dhe ekzekutimin e tij fizik. Të mos harrojmë që në mesazhin e tij për të vrarë Zaifundën, Enver Hoxha, që si ishte ende në pushtet dhe kishte filluar vrasjet, jepte porosinë që t'i bëhen disa pyetje, dhe pyetja e parë ishte pse ka vajtur në Kosovë. Kjo duhet na bëjë të kuptojmë edhe më qartë kontekstin e ekzekutimit të një intelektuali si Vllazar Funda, si tregues të xhelozisë së sundimtarëve kundër intelektualëve dhe kundër njerëzve të mendjes. Është mësim historik për çdo kohë, jo vetëm për kohën kur ka ndodhur tragjedia e zhdukjes të